إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. O lezër të ndërshëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesë marrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na nderoi me libër dhe na dërgoi pejgamber, i cili na njoftoi çdo sen që na nevojitet në këtë jetë dhe na njoftoi çdo sen që na ban dobi në ditën e ahiretit. Pra vëllezër të ndershëm, sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë me disa paralajmërime që kanë ardhur nga gjuha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi Allahut na tregon se Islami do të ketë dy ringjallje, cilët janë këto ringjallje dhe kur do të ndodhin, apo kur kanë ndodhur dhe kur do të ndodhin. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'i shfaqmi, do t'i shfletojmë disa nga argumentet ku Allahu Azza wa Jall i zbriti në librin famëlar të Tij, dhe nëpërmes gjuhës pejgamberit Allahut na njoftoi pejgamberi Allahu sikur me qenë mesin tonë. Pra vëllezër të ndershëm, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi." Allahu është i vetmi që dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me udhëzim, me fe të vërtet, dhe thot Allahu Azza wa Jall yudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Pejgamberin Allahu e dërgoi që të triumfojë mbi gjithë fetë të cilët ekzistojnë dhe shfaqen në ditën e gjykimit. Dhe thot Allahu Azza wa Jall gjithashtu në Kur'anin e Kerim: "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a." Premtimi Allahut Azza wa Jall, që Allahu premtimin e Tij nuk e thën. Tregon Allahu Azza wa Jall në këtë vargje, Allahu Azza wa Jall na paralajmëron dhe thot: "Kjo është premtimi Allahut Azza wa Jall për një grup njerëz." Kush janë këto që u premtuan prej anës Allahut Azza wa Jall dhe me çfarë u premtuan? U premtuan të gjithë ata që besuan dhe vepruan vepra të mira, që Allahu Azza wa Jall do t'i bërë makams në këtë tokë. Ashtu që i ka bën makam shumë pejgamber para tyre, ashtu si që ka bën makam shumë gjenerata dhe breza para tyre. "Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum." Dhe do ta fuqizon Allahu Azza wa Jall fen që e përzgjodhi për njerëzimin që ta adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Pra Allahu Azza wa Jall tregon këta jetë sa premtimi Allahut se Islami do të triumfon. Premtimi Allahut Azza wa Jall, kushti për të triumfu Islami, thot Allahu Azza wa Jall: "Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a." Ku ata e adhurojnë vetëm Allahut Azza wa Jall dhe ati nuk i shoqërojnë asnjë ortak. Këto janë ata njerëz që janë të premtuar prej anës Allahut Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, triumfimi i Islamit s'ka dyshim në ta. Mirë po, kur do të triumfon Islami dhe cilët janë dy ringjalljet e Islamit? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e ka nxjerrë Imam Ahmedi. Këtë hadith e transmeton një sahabi i quajtur Hudhaif ibn Yaman.
Thot pejgamberi Allahut na përshkruan pushtetet të cilët kami përjetuar rrozulli toksor deri në ditën e gjykimit. Dhe tregon pejgamberi Allahut faza që ka me kalu Islami, pra tregon pejgamberi Allahut fillimisht fuqizimi i Islamit, e pastaj do të dobësohet Islami derisa thot pejgamberi Allahut hallkat e Islamit do të zgjidhen, do dobësohen dhe muslimanët ser hekin don nga një hallk kapën në tjetrën hallk. Cila është hallka e cila e para zgjidhet, thot pejgamberi Allahut, letun qadanna ura l-islami urwatan urwa, do të zgjidhen hallkat e Islamit hallk pas hallke. E para çështja që humbin muslimanët, thot pejgamberi Allahut, pushtet. E para çështja që humbat është gjykimi me dinin e Allahut azza wa jall, pra gjykimi me Islam, dhe kjo ndodhi vëllezër të ndershëm. E fundit që humbin nga feja e tyre, thot pejgamberi Allahut në këtë hadith, është namazi. Pra njeriu nëse namazin e ka fenë e tij zruna Zot. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, Islami ka triumfu në kohën e pejgamberit Allahut dhe ka me triumfu gjithashtu në akhiri zaman. Këto janë dritë triumfime në metodologjinë e pejgamberit Allahut. Ne po flasmi për Islamin e plot, të Islamin të rësisht që Allahu azza wa jall thonë te Kurani Kerim, ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O jo musliman, hini në Islam të rësisht. Allahu në tharet që të im në Islam të rësisht. Pra Islamit ka të triumfu në kohën e pejgamberit Allahut, dhe pas atij e kanë trashëgu halifat të drejtë, siç i ka përshkruajtur pejgamberi Allahut. I ka përshkruajtur pejgamberi Allahut se ato do të ekzistojnë, do të gjykojnë, do të udhëheqin me drejtësi në metodologjinë e pejgamberit Allahut 30 vite saktësisht. Dhe kjo ndodhi barat Hudhaifa ibn Yaman, thot pejgamberi Allahut se pejgamberllëku do të ekziston mesin tuaj. Sa don Allahu azza wa jall, pastaj do të ngrit. Kur e ngriti Allahu azza wa jall pejgamberllëkun me vdekjen e pejgamberit Allahut, u ndërpre shpallja dhe u ngrit shpallja dhe u ndërpre pejgamberllëku. S'ka pejgamber pas pejgamberit Allahut, nga se nuk është e nevojshme që të vjen për një pejgamber, pse ka pas nevojë më parë të jetë të vinë pejgamber, nga se sa herë që ka deviju dini Allahut azza wa jall, Allahu ka dërgu pejgamber që njerëzve ja kanë rregullu çështjen e fesë, ndërsa feja jon pas ardhjes pejgamberit Allahut, Allahu azza wa jall na veçoi si ummet i tij, ku Allahu mori përsipër që Allahu ta runë librin e tij, dhe Allahu e mori përsipër që ta runë origjinën e fesë të tij. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. S'ka mundësi që dora e njeriut, as mendja e njeriut, as gjuha e njeriut të dërhin fenë Allahut. Mbrojtës i fesë Allahut azza wa jall është Allah. Për këtë arsye ne kemi sot një Kur'an që nuk ka as një harf më tepër, as mangësi. S'ka pas mundësi as kush të devijon apo të falsifikon librin Allahut azza wa jall. Pra nuk ka nevojë vëllezër të ndershëm që të vjen pejgamber, nga se dhe sunneti pejgamberit Allahut, origjina sunnetit pejgamberit Allahut është ruajtur me anë të dietarëve pasuesve të sunnetit pejgamberit Allahut, siç ka në hadithe të shumta se si Allahu azza wa jall e ruan fenë e tij. Pra vëllezër të ndershëm, me ardhjen e pejgamberllëkut faktikisht Allahu e përmbyll mesazhin e tij dhe e përzgjedh për njerëzit Islamin dhe origjinalin e fesë Allahut. Allahu e merr në supe që ta mbron dhe ta ruan. Dhe pa ne pas 14 sheku i flasmi si që ka ndodhë në kohën e pejgamberit Allahut. Kjo është një mrekulli që vetëm Allahu azza wa jall është ai cili e ka morë përsipër të ruan, dhe na ka shfaqën, na ka publiku dhe na ka tregu se unë jam rojtar i fesë Allahut. S'ka pejgamber pas pejgamberit Allahut, mirë po tha pejgamberi Allahut pas me do t'jem makamësit e drejtë të cilët do të gjykojnë me metodologjinë e pejgamberit Allahut pa asnjë ndryshim, dhe kjo do të zgjatë 30 vite. Pastaj vëllezër të ndershëm, fillojnë sprovat të cilët janë hapën vetëm se me
mbijetjen e Uthmanit, po dhe mbijetjen e Aliut radiallahu an, fillojnë sprova që njerëzit avash avash fillojnë që të lanë diçka që ka zbrit nga brona Allahut azza wa jall, edhe pse në mënyrë të përgjithshme u praktikonte dhe u gjikonte me Islam. Fillon Islami të zbet dhe të dobësohet derisa të vjen në shekullin 20 që të eliminohet feja Allahut azza wa jall, të eliminohet pushteti Islamit, pra shekulli kaluar siç kemi treguar se ka qenë shekulli shejtanit, që thonte pejgamberi Allahut që ka me keni përjetu një shekull që quhet shekulli shejtanit, vëllezër të ndershëm, edhe i ka thonë kja shekulli shpresës, shpresë për muslimanët, ndërsa ngallënjim për jo muslimanët. Musliman shpresojnë për ngallënjimin edhe triumfimin e Islamit që 100 vite. Për atë kur e pyetën pejgamberin Allahut, kur o pyet pejgamberi Allahut, me një transmetim që transmeton Ubadet ibn Samitin radiallahu an, që tha pejgamberi Allahut do të jetë një shekull i shpresës. Cili është shekulli i shpresës? Shpresës ka qenë që 100 vite. Pra vëllezër të ndershëm, që musliman shpresojnë që Islami të triumfon. Mirë po pejgamberi Allahu na tregoi receptin se si Islami rikthehet, ringjallet në akhiri zaman. Para të vëllezër të ndershëm, nëse i lexojmë hadithet e pejgamberit Allahut, do ta kuptojmë se është vetëm një rrugë që ka mundësi të triumfon Islamin, s'ka që të rrugë që mund të triumfon Islamin, s'ka që të rrugë që mund të ringjallet Islamin, s'ka që të rrugë që ka mundësi që Islami të triumfojë dhe premtimi Allahut të realizohet. E vetëm rrugë anë që ka qujtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra vi shekulli shpresës, thot një Rasulullah, sa ka mundësi që në ki shekull të zgjatë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 100 vite, dhe përshkujti se gjatë këtij shekullit kanë mos gjithë shejtanët nga deti që i ka lidhë Sulejmani a.s. Dhe për këtë koment ka shumë komente mirë, po kanë thonë dietarë se shejtanët janë ata të cilët zgjidhen nga deta të cilët i ka lidhë Sulejmani dhe hinë trupat e njerëzve. Dhe këtë e pohon Ibn Kajmi që thot në kohët e vjetra, ka pas njerëz të cilët e përshkryjshin, thëshin na usredit ke diçka notën, ndërsa për fat keq na jetojnë me ripreju dhe kemi jetu këto vite që na u kanë sredit edhe ditën edhe natën. Qish do kanë sreditën, thot këto janë shejtanët që hinë të rupat e hoxhallarëve dhe ja mësojnë njerëzve fenë, ja mësojnë devijimin e fesë, ja mësojnë njerëzve që të largohen nga suneti pejgamberit Allahut. Këto janë ato shejtane që kanë hinë të rupat e njerëzve për t'ja deviju njerëzve fenë. Para të vëllezër të ndershëm, ky shekull përfundon dhe mbaron, siç ka thonë pejgamberi Allahut, kur plotësohen 100 vite dhe jena në përfundimin e këtyre 100 viteve. Pra si Islami triumfon, pejgamberi Allahut ai ka përshkruajtur në mënyrë detale dhe ka thonë: "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil-ghuraba." Islami do të triumfon në akhiri zaman siç ka triumfuar në fillim. Islami ka fillu i huaj, jabanxhi, dhe do të rikthehet siç ka fillu Islami në fillim. Dhe thot pejgamberi Allahut, i lumt toba lil ghuraba, i lumt atyre që janë të huaj. Kush janë të huaj, ja Rasulullah e pyetën pejgamberin Allahut, kush janë të huaj? Kanë transmetimet ndryshme që pejgamberi Allahut i ka përshkruajt të huajt. A ke dëshirë në dorën e kujt ka mundësi Islami të triumfon dhe të ngallënjen dhe të ringjallet? Pra Islami siç filloi në Mekë, me një njeri, me një grush njerëz, Islami në akhiri zaman ka mori kthi me pakime me njerëz pak, në mesin e njerëzve shumë. Pejgamberin Allahut e pyetën dhe i thotë: "Ja Rasulullah, kush janë ghurabat, kush janë të huaj?" Tha pejgamberi Allahut: "I njerëz dhe mirë pak, në mesin e njerëzve të këqinj shumë."
pakica janë që i përgjigjen Allahut, shumica prej atyre janë që nuk i përgjigjen Allahut. Këto janë ghuraba. Pakica prej atyre që kanë dëro nga Allahu, shumica nuk kanë frikë nga Allahu. Pakica prej atyre janë që i përgjigjen muezinit, shumica prej atyre janë neglizhent ndaj muezinit. Me transmetim thot pejgamberi Allahu, kush janë ghuraba? Thot ata të cilët e përmisojnë sunnetin tim pasi njerëz e kanë damtu sunnetin tim. Këto janë ata ghurabat që tha pejgamberi Allahu t'i lumt atyre që janë të huaj. Me transmetim janë ata që përmisojnë dhe mundohen të bëjnë mirë në mesin e njerëzve, kur mundohen ato të bëjnë keq. Këto janë ghurabat. Çka tha pejgamberi Allahut? U lut për to dhe i tha i lumt atyre që janë të huaj. Pa ata thonë të Ibn Qayyim dhe Ibn Taymija. Ibn Qayyim thonë të se të huaj muslimant janë në mesin e jo muslimanëve. A ka ma shumë jo musliman rrugën toksor apo musliman? Ma shumë jo musliman. Të huaj janë musliman në mesin e jo musliman. Të huaj janë ehli sunne, pasuesit e sunnetin mesin e muslimanëve. E më të huaj janë ata që tharasin sunnetin e pejgamberit Allahut në mesin e ehli sunne. Dietarët janë të huaj në mesin e ehli sunnetit që thonë të Ibn Qayyim. Janë të huaj. Islami si filloi u leo të ndërshëm me pakicë me pak dhe triumfoj dhe u bë shumë. A thonë të Allahu azza wa jalla idha jaa nasrullahi wal fath. Fillimisht vendimi Allahut. Ndihma Allahut vëllezër të ndërshëm a din si vjen, ku Allahu azza wa jalla begaton një ummet me dietar të sunnetit. Pa Sufjan Thauriu thonë të ju poroses që të sillni mirë me pasuesit e sunnetit, se ka me ardhur një vakt dhe një kohë që pasuesit e sunnetit do të jenë pak. Mirë, po ato janë xhamat që duhet pasuar. Abdullah ibn Mesudi radiallahu an hini me një xhami, u ishte vanu dhe se më rini xhamatin, hini me një tuf njerëz dhe ato u falen me xhamat. Abdullah ibn Mesudi e ka pas mendimin se me një xhami që ka imam të rregullt, falet vetëm një herë me xhamat. Epse mendimi shumicës dietarë që ban të falet prap me xhamat. Mi Abdullah ibn Mesudi e kish këtë mendim, e pasi e falet namazin, këto i thënë ja Eba Abdurrahman, oti Abdullah ibn Mesudi, ja Eba Abdurrahman, se su fale me neve me xhamatin. Ndëgjone çka nënvizoi Abdullah ibn Mesud, tha xhamat nuk është kallaballëk, xhamat nuk është kallaballëk. Xhamat është ai që ndëron në të vërtet, qoftë edhe nëse vetë kjo xhamat. Pa ta s'ka mundësi njënit i thot vetës ahli sunne wal xhamaa, pasuesi sunnetit pejgamberit Allahut se është kallaballëk. Mirë po është ahli sunne wal xhamaa i cili është në rrugën e pejgamberit Allahut dhe në xhamatin e shokëve të pejgamberit Allahut. Kjo është kuptimi ahli sunne, pasuesi sunnetit dhe xhamatit pejgamberit Allahut. Jo xhamatit dërvishve dhe me vlonave. Këto nuk janë ahli sunne dhe xhama. Ahli sunne janë ata që e pasojnë pejgamberin Allahut. Pra vëllezër të ndërshëm, pejgamberi Allahut na paralajmëron se Islami do të triumfon diher në metodologjinë e pejgamberit Allahut. Në kohën e parë kur ardhi pejgamberi Allahut dhe thonte Imam Malik, nuk ka mundësi që të përmirësohet gjendja e ummetit të mram. Brezi fundit nuk ka mundësi të rregullohet vetëm me metodologjinë dhe mënyrën siç është rregullu brezi i parë. A keni dëshirë me ditë se si e edukoi pejgamberi Allahut? Brezin e parë pejgamberi Allahut edukoi me di elemente krijesore dhe këto janë di elemente krijesore që ka mundësi brezi i fundit nëse rregullohet
Allahu do të realizon premtimin e tij dhe ne po shohmi ka gjallërim mesin e ehli sunnetit dhe xhamatit, ke marini për çdo ditë që i kapet sunnetit pejgamberit Allahut, që përgazon se premtimi i Allahut është afër. Hudhaifa ibn Yaman thoi ke 30 vite në xhilafeti, pastaj fillon Islami më dobësu, derisa pas atinve tha berbeve jojnë mulkun ad, pushtet i kapur. Ka qenë prej në kone e Movive, Abasive, deri në kone e Osmanlive. Pa pushtetit rashiguar, dhe kjo ka zgjat bë e gjithë. Pastaj tha pejgamberi Allahut, pastaj do të vinë kriminalët, diktatorët, të cilët njerëzve e pushtetin, e vjedhin, e grabitin, dhe janë ata të cilët i shtipin njerëzit, dhe tha pejgamberi Allahut, dhe kjo do të qëndrojë, jo sa dojnë ato. Po sa donë Allahu Azza wa Jall, e pastaj tha pejgamberi Allahu do të rikthehet khilafetin metodologjinë e pejgamberit Allahu. Kjo e boni Ibn Jauzi në lejo ndëshëm që do të flasë në hitbën e arshëm inshallah, që ta ban Ibn Jauzi, që ta komenton hadithin e pejgamberit Allahu, që transmeton Jabir ibn Samurah, që transmeton që tha pejgamberi Allahut se Islami ka me qenë i fuqishëm derisa të shfaqen 12 khalife të gjithë janë nga Kurejshi. E boni Ibn Jauzin të thotë se Islami do të ekzistoje derisa të fuqizohet, të Islami do të përhapet derisa të shfaqen 12 khalife, të cilët janë pej Kurejshve khalife të drejtë që gjikojnë me librin Allah dhe sunnetin e pejgamberit Allahut, dhe Ibn Jauzi tha këto 12 khalife do të vinë në akhiri zaman. Kur do të shfaqen këto, nga do të dalin ato, cili është i pari e që do të shfaqet, që i diti që vijon, çka kanë diskutu dietar në inshallah me emrin Allah do të flasmi në hitbën e arshme, që do të kuptohet se çka do të thotë 12 khalife që gjikojnë me shariatin e Allahut Azza wa Jall në akhiri zaman, që u mendoj se jemi në prag të tyre. Pra vëllezër të ndershëm, derisa pejgamberi Allahut aq fuqishëm e tha këtë premtim që tha nëse prej kësaj dunjas nuk ngel vetëm një ditë, Allahu do të zgjatë atë ditë. Allahu ka për të zgjatë atë ditë derisa të dërgon një njeri që përputhet emri ti me emrin tim. Pra emrin e ka Muhammed. Emri babas ti përputhet me emrin e babas tim. E ka babaj ti emrin Abdullah. E mush dunjan me drejtësi, si që mush dunjaja me zullum dhe pa drejtësi. Pra u leo të ndërshëm thot pejgamberi Allah se Islami do të rikthehet jabanxhi i huaj në mesin e muslimanëve. Ko musliman do t'i etiketojnë ata që e pasojnë sunnetin e pejgamberit Allah, do t'i kundërshtojnë ato. Mirë po litari, lidhja mes parve dhe të brave, brezit par dhe brezit fundit është një grup njerëz që ka thonë pejgamberi Allahut la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Një palë ndihmuar pejonës Allahut Azza wa Jall ka me ngeli ka për sunnetin e pejgamberit Allahut, ato nuk shlojnë pe. Ato nuk shlojnë tha pe, nuk i dëmton ato që i kundërshtojnë ato që i ofendojnë ato që i akuzojnë ato nuk të bojnë dëm farë. Ato nuk brengoset kush flet për neve, ato nuk e kanë dert fare kush po flet, ato nuk e kanë dert kush po në kundërshton ato, deri dëvene caktimi Allah dhe ndihmi Allah Azza wa Jall, që ata një grup njerëz janë ata që fillojnë triumfimin. Me një transmetim e pyetën pejgamberin Allah ku gjinden ato, ku ekzistojnë mas shumë ti ato, tha për rreth Aksas që ti parin tokat e Shamit i gjeni ato. Pa thonë të pejgamberi Allah, nëse prishën banorët e Shamit, s'ka hajrë për juve. Nëse regullohen ato, ka hajrë për juve. Pra ka fillu regullimi tyre që aludon se regullimi botës ka fillu. Pra u dhe o të ndërshëm aj që shiqon me shqisit e vahjit e shpaljes,
E kupton se çfarë ka dashur me thonë pejgamberi Allah, badal islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Islami huaj ka fillu. Pejgamberi Allahut ishte huaj në Mekë, ishte huaj në mesin e mushrikëve, ishin shumë pak ato. Vëllezër të ndershëm, mirë po di elemente kryesore që Allahu Azza wa Jall i zbriti ajetet e para që Allahu Azza wa Jall e porositi pejgamberin Allahut, jo të ndërton pushtet, jo të rregullon ekonominë, e as të rregullon administratën, e as të jetë pjesëmarrës në votime, e as në qeverisje. Çfarë porositi pejgamberin Allahut, ta di elemente rregulloi se përët ajeta që thot Ibn Kathiri që pejgamberi Allahut është porosit ndavet, janë këto ajete që thonë të Allahu Azza wa Jall, ja eyyuhal muddaththir qum fa'anzir. O ti mbështjell, të cilët i mbështjell në shtëpinë tonë, ngritu. Çka të bëj Arab? Qum fa'anzir. Përcjellë mesazhin Allahut, ban davet ndinin Allahut. Warrujte fahjur, mesër e këtij ajete thë Allahu Azza wa Jall, distancoju nga batili, distancoju nga pa vërtet, heq don nga adhurimi qerve adhuroj veç Zotin tanë. Para të leja të ndërsh, transmeton Gjundab ibn Abdullah el-Bejaliu, i cili thot, ishmi gjelmosha të ri, kur shkun të pejgamberi Allahut, e mësub imanin, pate se të mësojmë Kur'anin, e kur e mësojmë Kur'anin a ishtoj imanin. Pra të thonë të vleot të ndërshëm Ibn Tejmija, me di elemente është rinjall, është makam, dini Allahut në fillim, dhe është regullu brezi par, dhe nuk ka elemente qera që e regullojnë brezin e fundit, vetëm me këto di elemente, me iman dhe me ilm. Për ata tha jetët e para, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, me lexim, themeli çdo mirësia, leximi, arsimimi. Atë këto janë di elemente që e regullojnë një brez, arsimimi, leximi dhe imani. Këto janë di elemente që e ringjallin një ummet. Këto janë di elemente që tek Allahu Azza wa Jall peshojnë me gran tek Allahu Azza wa Jall. Pa të thonë të Gjundab ibn Abdullah, kur e mësum në Kur'anin, pasi që e mësum imanin, Allahu Azza wa Jall na ishtoj imanin. Pa thonë të Aisha radiallahu anha, para të sure që ka zbrit shnurat e shkurta, që o përmend të ndonë gjenneti dhe gjennemi, me në i rëguja rëgullu sahabe imanin, e pas ta i zripi halali dhe harami, me pas bit ajetet e para lene alkoholin, arabët kishin thonë kur selam, me pas bit ajetet e para lene zinon, arabët kishin thonë kur selam, mirë po tha kur u kalit imanin zemrat e tyre, Allahu Azza wa Jall i zbiti ajetet, hel ento monteona, jeni ka i leni veset e kshia, leni haramet than intehejna, ja rab intehejna, i lab, i praktisën. Elementi kryesor që ndryshon shoqërinë vëllezër të ndershëm është imani. Imani ban vëllezër të ndershëm ndryshime të mëdha. Nga këto pejgamberi Allahu e filloi dhe nga këto rikthehet ringjallja e Islamit, pa thënë te pejgamberi Allahu se Allahu në çdo 100 vjet dërgon dietar, dërgon njerëz që njerëzve ja ripërtrin imanin. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na ripërtrin imanin, të na mëson sunnetin e pejgamberit Allahut, të përmirësojmë ato ndryshime që i kanë bon sunnetin e pejgamberit Allahut. Atë ditë që përmirësohet imani dhe rregullohet praktikimi sunnetit pejgamberit Allahut, Allahu ka morë përsipër se do ta ban makam si për faqen e tokës, do ta fuqizon Islamin dhe Allahu Azza wa Jall do të çliron botën nga zullumi. Allahu Azza wa Jall do ta mbulon me drejtësi, me dritën e imanit, me dritën e wahjit, si që ka premtu pejgamberi Allahu dhe Allahu Azza wa Jall në jetët e tij. Lutim Allahun Azza wa Jall që këtë jetë afër. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut
Na paralajmëroi se Islami ka me depërtu dhe ka me arrit ku ka arrit dita dhe nota. Dita dhe nota ku kanë lindili dhe ku e kapën errësira Islami do të arrin atje. Dhe ma që ditë që me që be Ameri Allahu tha se Allahu Azza wa Jell ma rumbullaksoni botën ma boni si pijat para meje. Dhe kja një ndër mrekulli që Allahu Azza wa Jell nuk ja ka prezentuan botën as një pejgamberi, pos pejgamberit Allahu tha i pash lindjet e botës dhe i pash perëndimet e botës. Thot sundimi im ka me arritën ati ku e ka pas siri pejgamberit Allahu. Pra vëllezër të ndershëm, ditët në vijim jemi elhamdulillah mos u likshto, mos u dobëso se jena në triumfimin e sipër. Po lutim Allahun Azza wa Jell që Allahu Azza wa Jell të na ban shkaktare triumfimit të Islamit e mos të jema na zgjënjës të Islamit. Pra vëllezër të ndershëm, o dashamir të pejgamberit Allahut, a e dini se pejgamberi Allahut do ditën e Kiametit distancohet prej dilloj njerëzve. Mos ta bëft Allahu Azza wa Jell prej atyre që pejgamberi Allahut ankohet tek Allahu Azza wa Jell dhe distancohet nga ato. Kush janë këto dilloj njerëz që pejgamberi Allahut distancohet ditën e Kiametit, i pari nga ato që e kanë braktis librin e Allahut. Thot inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. O Zoti i madh na nderove me këtë libër të shenjtë, na i bone mrekulli të pavdekshëm deri ditën e Kiamet. Mirë, po çfarë bëj ummeti jem e ka neglizhuar, e ka lënë pas dore. Dhe ata nuk e kujtojnë veç në rast vdekjes, edhe ata paguajnë hoxhallar me parë me ja lexu një hat me babas haxhi. Pra vëllezër të ndershëm, Kur'ani Kerimi nuk ofendohet më shumë se kohën e vdekjes. Ku ne mendojmë se me 100 euro kena mundësi baban ton të qojmë gjennet. Kurse Kur'ani Kerimi thot liun dhira men kene haji. O ti njeri s'ka arë Kur'ani Kerimi për baban ton që ka nda jetë. Kur'ani Kerimi ka arë për ti që je i gjallë. Lexoje, shfletoje, mediton ta, vepro me ta, shëro me ta, gjiko me ta. Kur'ani Kerimi ka arë në që ta mësojmë ata, që ta lexojmë ata, që ti gjallërojmë shpirtët tona me ta, që të veprojmë me ta, të meditojmë rreth atij, që të gjikojmë me ta dhe të shërohemi me ta. Çdo kush që nuk e lexon Kur'anin Kerimin do të bën pjesë në ankesën e pejgamberit Allahut. Çdo kush që nuk e mëson fenë Allahut, do të merr pjesë në ankesën e pejgamberit Allahut. Çdo kush i cili nuk përpiqet që ta kupton spaku që atë elham që e lexon, do të merr pjesë në ankesën e pejgamberit Allahut. Çdo kush që nuk përpiqet të gjikon me librin e Allahut, nuk pit hoxhën çka është halal dhe haram, është pjesëmarrës në ankesën e pejgamberit Allahut. Dhe çdo kush që nuk lip shërim prej Kur'anit Kerimit për sëmundje shpirtërore dhe shpërmundje trupore, është pjesëmarrës në ankesën e pejgamberit Allahut. I ditilloj njerëz që pejgamberi Allahut distancohen nga ato dhe kërkon prej Allahut Azza wa Jell që Allahu Azza wa Jell t'ja largoje nga siri pejgamberit Allahut. Ftira jote do të jetë larg pejgamberit Allahut. Përpiqes që ta shifsh pejgamberin Allahut. Mirë, po pejgamberi Allahut thot largohemi, hekmi qafës këta njerëz. Kush janë që pejgamberi Allahut kërkon prej Allahut që ti distancon këta, ti largon nga pamja e tij, që pejgamberi Allahut mos të ndërmjetëson për to, mos të ban shefat për to. Ndëgjoj me vëmendje këtë hadith që e ka nxjerrë Imam Muslimi, kur pejgamberi Allahut një ditë prej ditëve dol në skaj të varrezëve të Medine dhe shpreh pejgamberi Allahut për mallimin, mallëngjimin e tij. A din cili ishte mallëngjimi pejgamberit Allahut? Pejgamberi Allahut u pat mallëngju për vëllezërit e tij, për atë pejgamberi Allahut, sikur ti isha taku vëllezërit e mi. Shokët e pejgamberit Allahut thonë ja Rasulullah, a nuk i jemi ne vëllezërit e tu? A nuk i jemi ne që të përkrahtëm? A nuk i jemi që të besuam? A nuk i jemi që të pasuam? Tha pejgamberi Allahut, ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata që vinë pas jush, pas vdekjes sime, nuk kanë pa. Mirë, po mbesojnë ato, mbërkrajnë ato, më ndjekin rrugën time ato. Thanë ja Rasulullah, si ke mundësi ditën e Kiametit ti njoftë ti njësh vëllezërit e tu.
Si ke mundësi kurse si ki pa dhe s'kan pa, si ke mundësi në ditën e kiametit me njoft pejgamberi Allahut. A ke dëshirë që pejgamberi Allahut me njoft ditën e kiametit? S'ka mundësi pejgamberi Allahut me njoft njën vlla të ti nga umeti ti vetëm me shenjët e abdesit. Ai që si përvel krat, ai që Allahut si ban sejdë, nuk ka vllai pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut nuk e njeh ditën e kiametit. Pejgamberi Allahut nuk polemizon me Allahun për ta. Pejgamberi Allahut nuk ban shefat për ta, nuk ndërmjetëson për ta. Njerë dhe përgjithojnë ta kuptojmë se abdesi dhe namazi janë koka e islamit, është organi kryesor që e man, shtilla kryesore e islamit. Sa ka mundësi njeriu të jeton pa zemër këtë dunja, aq ka mundësi të ngel musliman pa namaz. Mos shko te Allahu Azza wa Jall pa namaz, se Allahu Azza wa Jall nuk ti pranon asnjë vepër, ka në hadithet pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut nuk njeh ditën e kiametit që të polemizojë për ti. Pa ka thonë pejgamberi Allahut, unë i njoh vëllezërit e mi ditën e kiametit me shenjët e abdesit, me shenjët e sejdës. Nga se thot s'ka shmendoni nëse ka me një lom, ka kuaj të zi, në mesin e kuajve të zi, është njëni vetëm një kali bardhosh. Dhe kjo e veçantë për umetin e pejgamberit Allahut, para asë një umet para pejgamberit Allahut. 69 umete nuk e kanë këtë, vetëm umeti pejgamberit Allahut, që shenjët e abdesit dhe sejdët ingelin ditën e gjikimit, ku ndriçojnë ato, gjimtyrët e abdesit ndriçojnë ditën e kiamet. Tha nëse ka kuaj të zi, në mesin e kuajve të zi një kali bardhosh, zotnia i kali bardhosh e dallon kalin e vetë, ta Rasulullah, nëse gjithë janë të zi, mesin aty në vesh një kali bardhosh, a let për të dallu, tha unë, tha, o metin tim e dalloj me shenjët e abdesit. Për atë Abdullah ibn Omeri u verbu në fund të jetës, nga se i lanë të sint edhe mbrëndësin e ati, thënë të që të ndriçojnë edhe sytë e minë ditën e kiametit. E Burejra i lanë të kratë deri supët e ti, nga se thënë të kur dalë pivarit i parit, që shkëlqen me shkëlqimin e abdesit të bjerën sinin e pejgamberit Allahut të jem unë. Pra të leo të ndërshëm tha pejgamberi Allahut, ditën e kiametit do që jem onën pushimorën mburimin tim që quhet haudi pejgamberit Allahut, që Allahu ja ka thonë pejgamberit Allahut ujin e Kautherit, i pari njeri që e shikon ujin e Kautherit pas pejgamberit Allahut, as umeti pejgamberit Allahut, në përmes dorës pejgamberit Allahut, tha jam ujin e Kautherit, ku derdhët ujin Kautherin në bazentin e pejgamberit Allahut, tha pregaditi ujin enti pregadit pejgamberit Allahut. Për kanë ja Rasulullah, tha për vlezrit e mi, tha kur i shof melekët që i dëbojnë disa, me shenjët i kanë të abdesit, mirë po, i dëbojnë nga pejgamberi Allahut, i dëbojnë nga burimi pejgamberit Allahut. Tha atër ndëri dhe i tham, ummeti, këto janë pjesë ummetit tim, i kanë shenjët e abdesit. A din qëfar i thojnë melekët pejgamberit Allahut, o ti që ja ban qefin të qerve, o ti që preokuposh nga të qerën të gjoja, i thojnë, inneke la të dëri ma dhe ahdethu ba'dak. Ti nuk e di me qëfar bidate këto i kanë jetu pas te. Ti nuk e di se qëfar sunnetet e tua i kanë lonë pas dorë. Gjellëdito në gjallartë kanë folë për sunnetin tanë, mirë ba ato, janë bo të verbët, nuk kanë dëgjuan, e kanë majtë traditën e vetë, e kanë majtë zakonin e vetë, i kanë majtë në rrugët të cilët kanë qenë stërgjishët e tire, e kanë lonë sunnetin tanë, kanë dëgju për ta, mirë po s'kanë praktiku ata, e kanë lonë sunnetin tanë. Ja Rasulullah, këto janë ata të cilët janë falë, kanë bosh besh vakt namaz, janë përvel, kanë mor avdes, a mos e kanë praktiku sunetin tanë. A me ndoni se pejgamberi Allahu thotë, ani, nash ka gajle, për çka këse edhe këto miskinët gjuna, hajt në të vinë në të pince, për çka këse kanë qëndru shumë ndilë pejgamberi Allahu, për në vetën e njetën e vetë, pejgamberi Allahu, a që i dherohat pejgamberi Allahu, zemrohat pejgamberi Allahu me ty, o namazli me ty ka mund zemru pejgamberi Allahu, o abdesli,
ti me ti pejgamberi Allahut ka më hidhru, ka më zemëruan, thot pejgamberi Allahut, suhqan limen baddala ba'di, largohemi qafës ata të cilët e kanë ndryshuar sunetin tim, ka se ti e bosh shkak që gjeneratat sot e kësaj dite nëse po bëjmë ndryshimin ta, i tregojmë ka po pejgamberi Allahut, mirë po çka të bëjmë se baballar tonë e kanë pas zakon, ti je pjesë të marrës në vonimin e ringjalljes së Islamit. Islami nuk ringjallet me pralla vëllezër të ndershëm. Islami nuk ringjallet me mevlana. Islami nuk ringjallet me dervish. Islami nuk ringjallet me mevlut. Islami nuk ringjallet me qelime. Islami ringjallet me Kur'an dhe me sunet, me praktikim siç ka qenë shokët e pejgamberit Allahut. A nuk e frikë ti namazli? 40 vet, 50 vet do të falësh. Mirë, po nuk e bën namazin tan, formën e pejgamberit tan. Ndoshta ditën e Kiametit nuk pranohet, për shkak se Allahu s'ka nevojë për namazin tan. Ja bane si don pejgamberi Allahut. Ja leje vllai dashur se te Allahu Azza wa Jall nuk shkohet me hatër, te Allahu Azza wa Jall shkohet me sinqeritet dhe me praktik. Islami do të ringjallet dhe drëmfon ndorën e atyve të cilët janë kap sunetin e pejgamberit Allahut dhe nuk i ka damtuar ato, askush i ka akuzuar, askush i ka kundërshtuar, askush i ka përqeshën, askush i ka sulmuar, askush nuk i ka ngjekën, askush nuk i ka ndëgjuar, për shkak se janë ata të cilët nuk mbrengosen nga ofendimet dhe akuzat e qerve. Nga se pejgamberi Allahut mas juve ka me pas ditë të vështira, ditë që duhet prej juve sabër, me bo sabër, me bo durim. Mu kam fejnë Allahut do tjetë si me bajt shkëndien në dorë. Thanë ja Rasulullah, në atë kohë duhet me bo sabër, tha po duhet me bo sabër. Nga se shpërblimin e kanë ata që i përmban sunetit tim sa 50. Sa 50, thënë ja Rasulullah, sa 50 nga ne apo nga ato? Sa tha ka sa 50 nga shokët e pejgamberit Allahut. Tha ja Rasulullah, njohni shpërblet, për shkak se i përmban sunetit pejgamberit Allahut, sa 50 nga sahabët, nga shokët e pejgamberit Allahut. Tha po, për çka ja Rasulullah, përse ato ka shumë shpërblet. Tha për shkak se ju keni ndihmtar, të cilët ju ndihmojnë, me pa me u përbaj sunetit tim, do të vjen në një zaman që ato janë të huaj, janë jabanxhi, janë manbanxhien, janë të huaj në mesin e familjarëve të tyre, janë të huaj në mesin e muslimanëve, janë të huaj në mesin e ahli sunnetit, janë të huaj në xhamin të tyre, janë të huaj për çka? Për shkak se sunet praktikojnë dhe dojnë sunetin e pejgamberit Allahut. Për këtë arsye përgozohu se ti e ke shpërblimin sa 50 dhe me ti dhe me të ngjajshëm si ju do të rimkombet Islami në akhir zaman. Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi Allahut na ka tregu dhe vetëmi që janë të cilët janë shkaktar që ringjallet Islami. Lutim Allahun Azza wa Jall, siç Allahu Azza wa Jall pejgamberin Allahut dhe shokët e tij e ka bërë shkak të ringjalljes së Islamit në brezin e parë, të na bën shkak Allahu Azza wa Jall të ringjalljes së Islamit në brezin e fundit, dhe këtu do të triumfon Islami dhe do të zgjerohet derisa do të arrijë Islami në skajin të botës, siç paralajmëroi pejgamberi Allahu. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.